Me zi prita sa të vinte ndeshja Bardhazi. Se pjesa me bukur ndeshja, aty është tër lufta. Dhe Pale kur e ke ndeshjen me gladiator. Po tani çati bëj, është viroze madhe, e kupton, viroze madhe, po para se të. Megjithatë ne tentojmë shumë që të shpëtojmë, po prap nuk shpëtojmë dot. Para se të, ne përveç virozës kemi një lajm shumë të mirë. Klinika Kate. More çka ka bërë? Është klinika e ëndrave, është klinika e ëndrave, klinika e bukurisë, klinika. Imagjinoni ju Erionin me flok? Unë pa flok edhe po pilnamin, e kupton, mendo me flok tani, mendo me flok. Pale pastaj klinika... Po qofin gjithë seriozitetu, çmend këto. Pale pastaj klinika dentare Kate. Ajo pastaj është me dhëm magjik. Mirë nga dhëmbët? Aty do shkoj, aty se kemi nevojë për ca proteza. Kthehemi tek tema jon, ke ndeshja jon Bardhazi, bardhazistat në ndeshjen ton janë. Gerta Meta në studion Bardhaziri, kthehet fuqishëm siç di ajo, mike dashur e studios ton. Ajo e di se ç'është debati, po s'bëri debat s'ka për të ardhmë. Ne jemi për kulturë demokratike. Po, kjo është për... Ashtu e quajnë atë. Ashtu e ka emrin ajo, shoqata. Ervis Çela, ai është jurist, ka qenë një jurist i shkëlqyer. Tani që ka ardhur në Bardhazi, tani nuk përmbahet më fare. Faleminderit, mirë gjeta. Miguel Qiraxhi, një nga figurat kryesore të qendresës qytetare, unë e dua shumë, por e dua më shumë kur e ngre zërin për padrejtësitë. Faleminderit. Vjen për herë të parë në studion ton, por shpresojmë jo për herë të fundit. Atë nuk e donin ata, po e duam ne, çrënd si ka, do ta duan më vonë, se s'kan ku të vënë. Alessia Balliu, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Mirë se erdhe. Do të flasim për këtë reformën zgjedhore. Ua, gjithë jetën që e dëgjoj. Gjithë jetën më. Nga fitoria në fitorie. Na është ngulitur kështu në mendje dhe çdo vit, madje edhe 2 herë në vit. Kemi më shumë reforma se zgjedhje. Pra vetëm këtë fjalë dëgjojmë, reforma zgjedhore, kur nis fjalën një politikan se reforma zgjedhore, se do bëjmë këtë, se prapë. Dhe sa më shumë reformohet, aq më ashtu bëhet. Ajo që stuhet domethënë. Pra thuaje. Jo. Kavalet. Tani, kujt i intereson e gjitha kjo lojë, se që është një lojë... Dhe kush fiton këtu? Një gjë që s'mbaron dhe një tallje që vazhdon... Loja intereson atyre që luajnë. Komisioni reformës u ngrit për të bërë një reformë zgjedhore, që është në interesin e mbar shqiptarëve dhe të gjithë aktorëve politik, ndërkohë që tek tryeza e reformës janë 2 partitë që janë gjithmonë. Nuk janë të ftuara të gjitha partitë. Atëre kujt intereson loja dhe rezultati, atyre që do ta luajnë atë lojë. Këtë radhë ka një ndryshim, të paktën siç e kanë thënë deri tani, po se sa do zbatohet do ta shikojmë gjithë bashkë rrugës, që nuk janë vetëm 2 partitë e mëdha, por në atë ndarjen e barabartë ka lënë nga një stol rezervë. Po, nga 16 veta që do jetë Komisioni i Reformës Zgjedhore, do t'jenë edhe partitë e reja që do t'kenë 2 përfaqësues, ata të cilët kanë marrë nga një mandat, por që nuk kanë të drejtë vote, do janë thjesht nuk janë të gjitha partitë e reja dhe janë pa të drejtë vote. Si mund t'i dëgjoni, këta gënjen gjithkohës, ju prapi dëgjoni. Se unë jam brezi i vitur në tranzicion, edhe unë sa mbaj mend vetëm reforma. Edhe kam përshtypjen që kjo është e keqja e madhe. Po puna se keni kryer dhe ju vigjilencë nga kjo. Nuk kemi nevojë për reformë zgjedhore. Domethënë, kjo reformë zgjedhore as si të zgjedhësh modelin e makinës. Marrim ne një model makine, i japim 100 metër, nxjerr një defekt, ne blem makinë tjetër. Ndroj makinën të tërën për një defekt. Nuk kemi pasur asnjëherë mundësinë që një sistemi që e kemi zgjedhur, ta kalibrojmë. Ecëm 100 metra, dha një defekt, ja ndron vaj filtra, e merr prapë. Në këtë kuptim, problemi më i madh që ne kemi është që ne futemi gjithë kohës, sa del një problem i vogël, e ndrojmë sistemin dhe njerë. Dhe nuk e lejojmë që ajo të kalibrohet e të hecë përpara. Ata e lënë të kalibrohet, se reformën ata e bëjmë për të arritur në një rezultat të caktuar dhe ndrojmë prapë për të marrë një rezultat tjetër. Se kjo reformë që u bë tani, polisat e kanë duke se kanë bërë marrëveshje këta. Reformë tjetër për të bërë kanë bërë marrëveshje duke për reformën zgjedhore. Lëret kanë blerë dhe ty më duket. Pyetja më e madhe para se
Alesia Tamari është do jetë një reformë zgjedhore që do të kapi zgjedhjet e 2027-s, që janë zgjedhjet e radhës, zgjedhjet lokale, apo do spostohet për 2029-ën? Apo. Do ketë zgjedhjet parakoshme. I kapë dhe ato. Korrigjoj se nuk është puna për ta kapur zgjedhjet e 2027-s apo 2029-s, është për të dakordsuar që dikush të mbaj pushtetin e tij në opozitarizëm të përhershëm dhe tjetrit mbaj për kryetar opozite këtë që e mund gjithmonë, që të ketë ruajtur pushtetin e vet. Sot që flasim nuk është problemi do kemi reform apo nuk do kemi reform. Do kemi senat apo nuk do kemi senat, se nuk është ky problemi shqiptarëve. Do kemi 101 deputet apo do kemi 140 deputet. Problemi sot real i shqiptarëve është që duhet të ndryshoj klasa politike, sepse klasa politike nuk është për të bërë shtet, por është për të ruajtur pushtetin. Dhe për sa kohë kjo klasë politike është për të ruajtur pushtetin, kjo nuk ndryshon asgjë, asnjë reforme. As senati, as lloj gjëje, do jetë po kështu siç është tani. Jo, nuk e ndryshon me senatin, me senatin nuk e ndryshon, senati është një formulë për të mbajtur ta. Se listat e hapura e ndryshojnë. Listat e hapura do të ndryshonin pjesën politike. Flamurnokën ta mbajmë 6 vite tjera. Senati është, i pranojmë listat e hapura, e thonë për 100 deputetët, po senati 40 do jenë proporcionale 4 vjetrit prap, 4 mëndshmit. Nuk është problemi në senatit fare. Nuk është halli shqiptarëve në senat apo nuk është senat. Po pse me ta kemi edhe një senat? Kemi një sedit, kemi edhe një senat. Po që ta kemi aty gjendje, edhe e kemi, e provojmë, po e kemi pas provuar, s'ka jetë si formulë. Tani dy partitë e mëdhaja kanë rënë dakord për një gjë të vetme që të ruajnë pushtetin e tyre, njëri në opozitë, tjetri në pushtetin Dhe çfarë është kjo reforma zgjedhore? Të lutem, çfarë është për ty kjo reforma zgjedhore? Për mua kjo reforma zgjedhore është një zhurmë mediatike për të hequr vëmendjen nga problemet e shqiptarëve. Por mbi gjitha, ka një risk, që me reformën zgjedhore i mbyllen rrugën sa flukseve të reja. Po pra këtë do thoja, partive të reja, janë dakordsuar që t'jem vetëm këto dy parti, mos ketë parti, sepse i bje... Ke dëgjuar ti ndonjëherë që ta hapi njëri rrugën? Po nuk ka lidhje kjo me ato hynë për ta thyre, nuk e thyvën dot se një nuk është vetëm për partit e reja, është edhe brenda partive të vjetra. Sepse në qoftë se do konkurrojnë me listat e hapura, edhe brenda partisë së vjetër, ata do të rrezikojnë. Jo, do të rrezikojnë veten e tyre. Ka një kontradikt madhe. Kjo reklama madhe që bën qofte majta, qofte djatha, gjakuri, brezëri, frymare. Qa është kjo? Lesh me qime? Po e më qa është kjo? Kjo është... Si thuhet në shqip? Ojzojnë, tani... Kjo është me konsumë... Fjalla lesh është një fjallë normale. Tani brezin e rritë e PD-ja. Ja pra ku jeni pra, ja ku jeni. Të studioja, të parlamenti ke madhështorët. Ke madhështorët, Albana Vučić, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, për diskurs publik, nuk e thojnë se ato besojnë vërtet. Të mos përmendim emra që si kemi në studio se nuk mbrojnë dot në këtë një farë kuptimi. A i mbron mandati, ato i mbron imuniteti, s'ka nevojë t'i bëjmë ne. Në reformën zgjedhore, me qënë se ne e thamë gjithë këtu që... Një sekund, para se të vazhdosh. Ti gjithë jetën e marrë me reformën zgjedhore. Nuk të ka ardhë majtë hundës? Dhe do vazhdoj. Nuk të ka ardhë majtë hundës ty? Është për te i hundës. Qa ka që nuk bëhet kjo reforma zgjedhore? Se nuk bëhet, më? Dhe kur nuk bëhet, se nuk eshim dorë, më bëjmë gjithë tjetër. Në të vetën, reforma është bërë si mbas përfaqësuesve të partive politike. Ku janë të rinjt, ku janë partitë e reja? Shiko, reforma zgjedhore nuk është vetëm për të drejta e përfaqësimit. Është për gjitha palët dhe prandaj kërkohet dakordsi dhe konsensus. Ajo që duhet të bëj dallimin e kësaj reforme nga gjithë reformat që janë bërë tani, duhet që palët... Kjo reforma e vërtet? Besojmë, po ta shikojmë, do jetë apo jo. Ka filluar si e vërtet. Pra gjithmonë opozita nuk e përkrah. Ta mbaroj, Të komisioni reformës në punë.